ne e shkatrojmë tokën, duke e përdor, duke e myt me helme, duke e myt me plera kimike, ajo humbet betitë e saj. Nëse ti tokën do ta mash të pastër, do përdorësh mënyra natyrale për tokën, toka bëhet përditën më e pasur. Për shembull, nëse ti do ta spërkasësh pafund për insekte, ato insekte do gjejnë një mënyrë që ti shmangen atij ilaçi. Ndërsa nëse ti do ta lesh që ai insekti të gjej armikun natyral, do të thotë ke shumë më tepër shanse që për shembull do vush 1 vit apo 2 vjet nga insekti, pa ma vitin e tretë ka dalë diçka që e ka hongër atë që e ka marruar atë insektin, sepse natyra vepron në mënyrë të tillë. Edhe ujku që ekziston për paksu një popullat caktuar, nuk ekziston kot, apo luani, domethënë sepse luani nëse shtohen shumë antilopat, i pakson antilopat, që antilopat mos ta zhdukin gjithë barin, etj. Do të është një zinxhir që neve vetëm ne jemi që i kemi dalë zotit jashtë planit. Elmon në bimën që mos ta hajë insekti dhe pastaj e han vetë. Tokën neve e kemi trashëgim që do e lejmë mrapa, nuk do e marrim me vete. Do e lejmë të shkatruar, ata do ta rregullojnë, do të thonë, do na shajnë neve. Do thënë që kanë qenë ata njerëzit që kanë jetuar nga viti 1950 deri në vitin 2050 që shkatruan botën më shpejt se sa miliona vjet që ka ekzistuar bota. Do thënë këto ishin vitet e fundit, besoj që kanë ndodhur shfaroset më të mëdha. Ne do të jemi përgjegjësit, ne